Territori shqiptar për datën 17 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Në relievet malore, gjatë orëve të pazites, priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 13 deri në 15 orë me diell. Era do të fryrë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 36 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 34 gradë. Peshkopi 18 deri në 32 gradë. Tiranë 26 deri në 37 gradë. Durrës 25 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 24 deri në 38 gradë. Korç 17 deri në 30 gradë. Florë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 33 gradë. Sarandë 25 deri në 33 gradë Celsius.